nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, bazuar në atë se çfarë na mëson Kurani famëlart, kuptojmë se të gjitha adhurimet në Islam janë të vendosura me urtësi prej Zotit të Madhërisëm dhe se secila prej tyre ka dobi të mëdha për individin dhe për shoqërinë në përgjithësi. Edhe haxhi, si një prej shtyllave fundamentale të Islamit, një adhurim i vjetër, një vepër madhështore, i ka dobit e veta për individin dhe mesazhet e duhura për shoqërinë në përgjithësi. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, e shfrytëzorasim me përmend me përcjell një mesazh prej fjalëve të Zotit të Madhërisëm, Kuranit famëlart dhe prej hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje. Të ndershëm vëllezër, nuk ka dyshim se jeta e kësaj bote është shans e vetme për njeriu, ku njeriu bën ngarë për veprat e mira, e bën të pamundurën që me pasuru bagazhin e jetës së vet, në mënyrë që nesër të shpërblehet për veprat e mira që i ka bën në jetën e kësaj bote. Në këtë dunjë vëllezër të ndershëm, njeriu gjithmonë duhet me bë garë mes të mirës dhe më të mirës. Sepse është koncept i gabueshëm nëse mendon dikush se në këtë botë është ngarë e mira me të keqen. Jo, asnjëherë e mira nuk është ngarë me të keqen. Sepse dy gjëra të kundërta nuk bën bashkë. Është koncept i gabueshëm me mendu dikush se në këtë dunjë është ngarë e mira me të keqen. Jo, në këtë dunjë duhet me qenë ngarë për besimtarin e mira me më të mirën. Do me thonë, gjithë një besimtari ka për qëllim me arrit qëllimet më të mira të jetës dhe me bë punët më të mëdha dhe më të mira që mund të ekzistojnë në jetën e kësaj bote dhe i distancuar komplet prej të keqes, pavarësisht se sa është e vogël apo e madhe ajo dhe çfarë vepër është ajo. Të ndershëm vëllezër besimtar, ku kemi fjalën te haxhi. Është transmetuar një hadith pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton njëri prej shokëve të tij që kanë quajtur Ebu Huraira. Thotë Ebu Huraira, ishim një ditë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ngritet një njeri, thotë ja Rasulullah, thotë tregom, mëson cilat janë veprat më të mira që lanë gjurmë në jetën e bote. Dhe kanë shpërblim të madh dhe është misioni i njeriu në këtë dunjë. Tha Ebu Huraira, po ndëgjoj me vëmendje çka po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju përgjigj tha, o ti i nderuar, vepra më e madhe që mund ta bën njeriu në këtë dunjë është me qëndru besnik Allahut azza wa jall. Me njoft krijuesin e vet, furnizuesin, mbikëqyrësin, gjikuesin, me njoft ata i cilin i ditë kemu taku me ta dashur apo s'dashte. Ta misioni më i madh dhe puna më e madhe në këtë dunjë është me njoft Allahun xhallahu ala dhe me ndjek mësimet e Zotit Madhërisëm. E dyta tha prej punëve të mëdha në këtë dunjë tha është xhihadi, lufta, vëllezër të ndershëm. Fjala xhihad në Islam shpeshherë keq kuptohet, kurse xhihadi më i madh është me njoft veten dhe mu distancu prej keqes. Dhe Rasulullah e thot, vepra më e madhe që e bën njeriu është me bë përpjekje luftë me vetveten, me u largu dhe me u distancu për gjërave negative të jetë dhe me qëndru vlerave besnik deri në ditën kur kthehet te Zoti i Madhërisëm. Dhe thot Rasulullah, dhe vepra më e mirë që e bën njeriu këtë dunjë, thot është haxhi në kohën e vet. Dhe ja shton një fjalë pejgamberi sa më thot el hajj el mabrur, haxhi i pranuar, leysa lahu jazaa'un ila al janna, nuk ka kompenzim tjetër për haxhin përveç se shpërblimi me xhenet. Pra vëllezër të ndershëm, përveç se haxhi është shtyllë e Islamit, është një vepër e cila le gjurmë të thella në trajektorën e jetës së njeriu. Dhe është një argument shumë i fuqishëm për të rrugtuar nesër te Zoti i Madhërisëm. Haxhi është udhtim i jetës vëllezër. Në këtë dunjë na bie shpesh secili prej nesh rrugtojmë rrugëve ndryshme të jetës. Mirë po asnjë nuk është e ngjajshme me rrugën që merr njeriu për në haxh.
është eksperiencë e veçantë, e cila e jo shpirtin, e forcon ndërgjegjen dhe e konsolidon njeriu në kuptimin më të mirë të mundshëm të fjalës. Pra haxhi është begi rrugë me kosto të madhe dhe shpërblim të madh. Vëllezër të ndershëm, gjatë bisedave me ato që kanë kryer haxhin, pyetni, ju tregojnë se cili është dallimi i jetës para dhe pas kryerjes së haxhit. Dhe pastaj e kupton se po bëhet fjalë për një vepër shumë të madhe. Nëse don me pas ndryshim thelbësor edhe në kuptimin e konceptit të jetës, po edhe në raport me shoqërinë, familjen, rrethin, ja vlen që të bësh një ditë musafir i Zotit më të rishëm dhe me pas se çfarë shpërblime ka në këtë dunja para se me shku nesër në botën e përjetshme. Të lumt ata të cilët jetojnë gjatë mas haxhit, sepse ju ka dhënë një mundësi tjetër për ta kuptuar realitetin në jetën e kësaj bote. Pra vëllezër të ndershëm, haxhi përveç se është shtyllë e madhe, fundamentale i Islamit, është një vepër madhore, është një nder i madh dhe është një fat i madh për ata të cilët e kryen në mënyrën më të mirë të mundshme. Të ndershëm vëllezër, dhe këtu duhem të përcjell një mesazh. Keni pa në jetën e kësaj bote shpesh herë tërheqen njeriu gjërat e vjetra. Edhe në psikologji mësohet, për shembull, njeriu e do natyrshmërinë. Tjetër është në kohën tonë bashkëkohore artificialja, mundohet me zaventësu natyralen. Por përsëri njeriu i qëndron besnik natyrales, i don gjonat e natyrshme. Dhe tash për shembull, nëse shkon me një objekt të vjetër, që sipas ligjeve peshillit 18 tek nena ruhen objekte vjetra. Nëse shkon ti me një objekt të vjetër, ti në mënyrë automatike të provokohet logjika dhe thu njerëz asaj kohe, çuçi kanë ndërtu, çuçi kanë jetu, çuçi kanë shmuar këtë vepër, çuçi kanë arritur deri këtu. Pra i bani numër të madh të pyetjeve. Dhe tash vëllezër, Allahu xhelle ve ala në Kur'an po thot: a doni me ditë cili është objekti më i vjetër në tokë? A doni me ditë cila është busulla e tokës? Dhe Allahu thon në Kur'an: inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Thot shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqe të tokës është ajo në Bekke, se Mekja ka emrin edhe Bekke, është njënë të isrime në Bekke. Thot ajo në Bekke qabe bekuar. Thot hudan lil alamin, është argument udhëzues për gjitha botrat e mundshme të njerëzve. Dhe tash kur shkon njeriu haxhiu atje, normal ka shumë gjëra tjera, por është e pamundur pa provokuar logjikën dhe me thonë çish i mbijetoj kjo kohës, çish i mbijetoj historisë, çish është e mundshme, kush është mbrapa saj, që ti mbijeton fortunave të jetës shoqërore mia vjeçare dhe të shndron në këmbë siç është sot. Normal ka pas ndryshime gjatë historisë, por ja që lidhet drejt për së drejti me gjenezën e vjetër të njerëzve në tokë. Vëllezër të ndershëm, transmeton njëri prej shokëve pejgamberit, thotë një ditë prej ditëve e pyetëm pejgamberin, tham: ja Rasulullah, cili është objekti më i vjetër në tokë? Tha: bani me gisht kaçapja. Normal pejgamberi sa ka jetu vonë krahasim me çapën. Por çu e dinte se është më e vjetra, sa ai që përcjell dunjon në Zoti. Krejve njerëzve ka munahu për shënimet në të ardhmen. Ama ai që ka regjistruar është i gjithdijshëm, Allahu xhelle wala. Dhe thonë nga mesam, shtëpia e parë në tokë është çapja. E i thash: ja Rasulullah, cila mas çapës është? Tha: mas çapës është xhamia në Kuds. Thash: sa kanë dallim njëra me tjetrën? Tha: dikun mbi 40 vjet. Edhe sot shkencëtarët domethënë e vërtetojnë se objekti i dytë në tokë më i vjetër është xhamia në Kuds, që ka qenë kibla, vendlindja, djepi i shumë pejgamberëve një pas një deri në kohën kur është dërguar pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra njeriu vëllezër të ndershëm shkon atje dhe natyrisht mallëngjehet për të kaluarën, e vërteton një argument të madh historik
dhe jep përgjigje të shumta pyetjeve që mund t'i bën lidhje me historinë e njerëzimit. Dhe po e përfundoj me një element të shkurtër, vëllezër të ndershëm, janë një 4 çështje këtë dunja që bazën e kanë në xhenet. Janë një 4 argumente në jetën e kësaj bote që bazën e kanë në xhenet. Nuk i takojnë sistemit tokës. Një prej tyre është guri i zi. Është transmetuar të ndershëm vëllezër se guri i zi ka ardhur prej analeve të xhenetit. Normal në transmetime ka ardhur ka qenë i bardhë dhe është vendosur në anën e djathtë të Qabës së bekuar. Që mos më zgjat këtë temë shumë, një pjesë e gurit është e thyne, edhe është do analizë shkencore. Nuk gjinet në asnjë pjesë të tokës e gurit. Që t'jep me kuptu se nuk ka e tokës. Nuk ka kësaj bote. Edhe ato që kanë bërë analizën shkencëtar të mëdhaj, bile dikun 15 vëllezër në kohën e një far fraksionit çuditshëm. Karamita i thonë në histori e kanë vjedh gurin e Qabës. E pastaj e kanë kthy pas një kohe, se në histori ka pësu ndryshime të shumta Qabja. Por temelet janë të njëjtat. Dhe ta shumë sa interesant vëllezër, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Dhe një për transmetimeve e thot Omeri, njerëzit kur shkojnë në Qabe për ta bërë tavafin, duhet mu drejtu në orientim të gurit. E çon dorën, e thua Allahu Akbar, përshëndet gurin dhe pastaj fillon me bërë rrotullimin. Nëse është e mundshme me qaf, me puth, lejohet. Omeri thot, o guri, vallahi thot, mos e pas pa pejgamberin e sam tu të prek, edhe tu të përçafu s'ka përçafu. Thot po ka diçka që e ka bë pejgamberi sam dhe që është mshefsi e saj. Ka thonë pejgamberi sam, kush don këtë dunjë që e ka përshëndet gurin, do t'ja kthen përshëndetjen në ahiret. Kush don, pe njerëzve që ka pas fat, me përshëndet gurin e zi, me dhënë selam dhe me bërë rrethin, që shbën tavafi, është histori e gatë, thot pejgamberi sam, do t'ja kthen përshëndetjen nesër në ahiret. Sepse gjërat e ngurta që s'flasin këtë botë, i vjen momenti i shtin në funksiona që ka kriju Allahu xhallahu ala. Neve na duket rastësisht vëllezër kalojmë në për gur, në për druna, për na duket këtë rastësisht. Shumë shpesh herë shpende, ku e dish ka krijesa çuditshme, neve na duket që janë pa koordinuar. Ama ai që ka kriju Allahu xhallahu ala po thon Kur'an, mos të mashtron rastësia tyre. Atë janë programin që kam caktuar unë, detyrën që kam dhënë unë, dhe atë e madhrojnë Allahun azza wa jalla në formë çfarë kam dhënë unë. Bile ka ardhur në ajet Kur'an, nga njëherë kur gurët e kësaj bote e ndjejnë madhrinë Allahut azza wa jall, qahën dhe prej tyre buron ujë. Pyetni ato që mirë me gjeologji se si është e mundur me qenë gurë të mëdhaj dhe ata prej tyre me dal ujë. Allahu po thon Kur'an, nga mallëngjimet që kanë prej Allahut xhallahu ala, polsasin dhe prej tyre rrjedh ujë. E njeriu është ai i cili shpeshherë ignoron argumentet e Allahut azza wa jall dhe mendon se din gjithçka, në realitet është një krijesë e vogël që din shumë pak në jetën e botës. Pra vëllezër të ndershëm, aty është një pjesë argumenteve, një pjesë e saj, që nuk është pjesë e kësaj toke, dhe është domethënë pjesë e xhenetit, dhe është transmetuese në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Ka ardhur guri dhe është i vendosur në anën e djathtë të Qabës, aty ku fillon vija, ku fillon starti për të kryer tavafin, që një prej adhurimeve të Zotit të Madhreshëm. E ai që shkon atje ka fatin me i pa argumentet e Allahut xhallahu ala, me forcu besimin. Këto fjalë që po i them janë fjalë pi Kur'anit dhe hadithit, dhe në musliman s'kemi që tërsen fjalë më të saktë se fjalë Allahut dhe pejgamberit. I pëlqej apo si pëlqej dikujt, e pranoj apo se pranoj dikush në probleme tyre, ne e njohmi botën vetëm përmes librit Allahut azza wa jall, sepse askush s'mund me njohë këtë dunjë më mirë se sa ai që ka kriju Allahu xhallahu ala. Tu pe përfundoj për shkak të kohës, duke lutur Zotin e Madhreshëm që ato xhilerë që si vjet janë kanë në haxh dhe ato që janë kanë më herët, inshallah Zoti i Madhreshëm ja ka pranuar lutjet, duat, i kthen lutjet e mira në shpërblim, në mirësi për familjen, për shoqërinë, për rrethin, njerëzimin e përgjithësi, dhe ato që s'kan pas
ende kohë dhe s'kan pas mundësi me vizitu, inshallah Zoti i Madhërisëm nuk ja mundson askujt për muslimanëve me dalë pjesë bote, pa e kryer edhe një herë, pa e kryer këtë obligim të madh, me u mallëngjy në shtëpitë Allahut Azza wa Jall dhe me pas një herë në jetë epitetin musafir i Allahut në shtëpinë Allahut Xhalla wala. Tu përfundoj, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.